diku mbrim mbi 200.000, është numri i atyre që kanë nënshkruar kundër kësaj fatkeqësie që po ndodh pranë gjykatën speciale, me cilën do t'i drejtohem me datën 6 maj, e shqiptarët kudo që ata jetojnë, i thojnë jo pra në gjykimi politik, por zyrtarisht ne po drejtohem gjykatës speciale që nuk mundi me provu me ndryshu historinë e vendit tonë me gjyqje politike. Forma e fundit pothuajse pas protesta ose aktiviteti jon pas protesta ka qenë kjo e peticionit. Për këtë peticion do të thotë afërsisht ju mbledh dikun rreth 70.000 nënshkrime në formën online. Edhe mendojmë që dikun në formë fizike, po edhe kjo tjetë pjesa tjetër e formës online, dikun mbrim mbi 200.000, është numri i atyre që kanë nënshkruar kundër kësaj fatkeqësie që po ndodh pranë gjykatën speciale, me cilën do t'i drejtohem me datën 6 maj, nëse zgaboj dikun në ora 10 kem lënë terminin që me bë pranim dorëzimin e peticionit në gjykatën speciale, ku do të jetë edhe zoti Gucati, pra kryetari do të jetë personalisht atje së bashku me disa bashkëdhëtar që me bë dorëzimin e këtij peticioni edhe zyrtarisht. Ka qenë ideja që në farë forme me i thonë kësaj gjykatës nëse ju do të vendosni të zhvilloni atje një gjyq politik, e shqiptarët kudo që ata jetojnë, i thojnë jo pra në gjykimi politik, por të bazuar në fakte dhe dëshminë nëse ka, përndryshe jo në emrin tonë, nuk mund të vendosni të gjykoni historinë e luftës tonë në emrin tonë, por në emër shqiptarëve, në emër qytetarëve të vendit tonë fillimisht e pastaj të shqiptarëve. Në takime që kem pas me personalitete ndërkombëtare, qoftë me ambasador, qoftë me të tjerë, na është thonë se po edhe për neve është tepër e rëndësishme të kuptojmë perceptimin qytetar, perceptimin e opinionit publik. E prandaj me qenë se ata na kanë thonë kështu, ideja jonë ka qenë me vazhduna këtë aktivitetin tonë, do të thotë qoftë me protesta, qoftë me peticione, qoftë me kundërshtime tjera që i kemi bërë gjatë këtij kohës si organizata e veteranëve të luftës. Me qenë se neve shumë personalitete ndërkombëtare na thanë që është tepër e rëndësishme edhe perceptimi i opinionit publik, pra se çfarë mendojnë qytetarët, se çfarë po zhvillohet në gjykatën speciale atje, ne mendojmë që do të ketë një efekt në këtë aspekt, sepse efekti juridik ne kuptojmë se peticioni nuk ka, po prandaj kjo dëshmia jonë pra prej rrugës tashmë edhe në letër, mendojmë që është njëri prej aktiviteteve më të mira që e kemi bërë deri më tani, sepse në farë formë edhe zyrtarisht ne po drejtohem gjykatës speciale që nuk mundi me provu me ndryshu historinë e vendit tonë me gjyqje politike.